Edhe njerë, kuptoni një gjë. Pushteti i shqiptarëve nuk është i shqiptarëve, të paktën deri më sot. Po, këtë e shohim. Dhe të tërë kemi pranuar që të tëra palët po mundohen të kapin pushtetin. Apo jo? Po. Dhe njëra nga arsyet kryesore është që të kapin pushtetin që të mos e lanë pushtetin në një dorë që është plotësisht e pavarur. E kupton? Kështu që ata fusin në pazar Altin, mos ki merak, ti punon qik për ne, i që engjën më njanë, se për të tjerët kujdesemi neve, i kemi llogarit mbrapa. Kështu po bën tërë gjyqtarët. Po pse ata atje janë të instruktuar që... Jo të gjithë. Po ku i di për Gendin për shembull, se për X-in për tjetër. Jo, se kur flasim për emra, paktën ti nga ata që njerëz që marrun je nga të paktën që kur thua një emër, unë ruaj shumë anonimatin, gojën dhe dorën, si thon fjalës. Nuk dua kursesi që të lëndoj dike apo të dhes i e dyshimi për dike pa pasur provat bindse. Por unë, si të thash ty, e di 1.000.000% të sigur që ndiqem nga sekonda që dal nga shtëpia dhe kudo që shkoj. Policia merr, policia, shiku, i lirën guardë, më thëtë tash të tëra marrë një informacion në kohë reale dhe e kombinojnë këtë, e çojnë në një qendër e cila pastaj shpërndan, si thua, direktivat, udhëzimet. Unë kam vajtur te Spaku, si të thash. Kam vajtur edhe në protest që e diti para ca ditësh atje. Unë shkoj prapë atje. Patjetër. Shkoj edhe atje te gazetarët. Dhe unë shikoj që asnjëri prej tyre nuk pranon të flasim me mua. Pse? Po si mund mos flasim me njëri që të paktën në letra, se ata e kanë parë vendimin e formës prerë. Ka $50 milion, minimalisht. Si s'flasin, ata flasin me gjithar rrugaçësh, me gjithar njerëz i shkoti, flasin me kriminal që kanë grabitur. Unë s'kam grabitur njeri. E kupton? Pse me mua nuk flasin? Pse nuk fliste Gent Progni dje me mua? Pardje kur ishte. Për çfarë? Po s'të njeh më injët. Po mirë s'më njeh. Dakor, çun, ai ky është njeri publik. Po. Dakor? Është kthyer njeri publik. Po është kthyer njeri publik, paktën ka ca vjet që hyn e del, flet nëpër media, e marrin nëpër intervista e tjera. Ka bërë ai atë sfidën e vet me Akshin e me. S'ka rëndsi, dakor. Ka bërë ai atë punë që ka bërë. Po. Si kanë bërë shumë të tjerë dhe shqyri që i kanë bërë. Po, bravo. Dhe, domethënë, janë për të falenderuar nga kjo anë. Problemi është te finalja. Çfarë duan të nxjerrin këta natë? Kush? Gent Progni dhe shumë të tjerë personazhe publik. Te protestat dhe të tëra, edhe te Spaku ordi çu. Edhe Spaku. Spaku nuk është se nuk bën asgjë. Po nuk bën asnjëherë atë që fundoren. Domethënë, më të rëndësishme. Domethënë duhet të vërë kapak më ordi çu. Po të marrim rastin konkret. Kanë arrestuar, kanë nxjerrë urdhër arresti për Arben Ahmetin. Dakor? Tani, Arben Ahmeti çka ka vjedhur? Kujt ja ka vjedhur? Ja ka vjedhur me të vërtetë shtetit apo ka vjedhur Altinit? Se thon ata. Ata thon vetëm që Arben Ahmeti ka këtë pronë dhe ne ja sekuestrojmë. Dakor, të shumë po është me të vërtetë jote apo është imja? Këtë bën edhe Gent Progni. Gent Progni është dakord që gjithë kjo klasë të shporet. Po qështë të shporet kjo të vinë një tjetër prap e po të njëjtit lloj? Po ku e shefti që do të vinë një... Sepse nëse ti bën një pakt, apo ke një sjellje e cila përjashton një person që duket pa arsye, ti je pjesë e një loje të rrezikshme për këtë vend. Po Genti për shembull ka pas këto problemet e veta këto kohë të fundit, se jo e arrestuan, 3 ditë mbajtën brenda. Ti je sigurt që Genti nuk më njeh sot mua. Një më herët. Siç të thashë edhe për Dritan Goxhën. Pra duhet të them që edhe ai është në ka problemet e veta, kupton? Ai ka problemet e veta, natyrisht do të zgjidhë problemet e veta, sepse natyrisht përballë pa qëllim të ajo sjellje që ndërsa unë të them që është e qëllim. Okej. Jo, por ndaj po bëjmë të bile unë po të më lihej në dorë, po të kisha mundësi, do merja pamjet filmike të shikonja të gjitha lëvizjet dhe kur kishte ardhur Gent Progni atje në prokurori. Nga kishte dalë nga komisariati, me ke ishte shoqëruar, me ke kishte folur në telefon. Shikoj këto atje dhe shikoj ç'a ndodh. Po mos mirë njëri këto.
Mua nuk mi dhanë në shpinë time. E sekond, çfarë do të thuash me këtë? Që të jemi të qartë edhe për Që të jemi të qartë ordi qonë. Po? Çfarë ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Gent Progni është njeri që i angazhuar në këtë protestë, i angazhuar më tepër se të tjerë. Këtë e shohim gjithë. Ashtu që e shohin të gjithë. Një ditë prej ditësh u kap për lesha që do fut në burg, në paraburgim aty. Për mua është e papranueshme. Kjo gjë që i ndodhi Ky veprim. Po. Për këdo. Po. Për Gentin si për këdo ti. Saktë. Domethënë një njeri që është në protestë ka të drejtën e protestës dhe nëse me të vërtet ai nuk ka bërë një gjë me të vërtet të rënd, ai nuk mund të dhunohet. Në asnjë lloj forme. Tani digjeti për çfarë futën Gentin brenda? Për goditje me vezë, protesta, ka sharë, ka ofenduar. Si ai goditën 100 të tjerë, 1000 të tjerë. Apo jo? Po mirë që lloj Genti që kapën aty edhe 40 tjerë. Po. Su ka vetëm Genti, u kapën gati 40 veta. Po. E ky është mençuria e policisë. Mos kujton ti se policia bën veprime idiote që të vetë kapi vetëm Gent Prognin. Kapi Gent Prognin, kapi 40 të tjerë që të mbuloj pikërisht atë ku ka qëllimin. Po për çfarë arsye kapën Gentin këta pra? Që ta manipulojnë dhe ta përdorin kundër protestës dhe kundër qëllimit kryesor të protestës, që protestat të nxjerrin një udhëheqje të lirë dhe të pavarur. Qoftë nga pushteti i Ramës, nga i Berishës, nga i italianëve, nga i amerikanëve, nga i britanikëve, nga i grekëve etj. To pe manipulojnë që mos nxjerrin këtë. Që të mos dalin kështu. Të mos dalin e lirë. Domethënë që kjo protestë gjithsesi të dështojë. Sepse kështu i bie, dështimi i bie. Nëse kjo protestë nuk arrin qëllimin e saj kryesor. Po pse bën policia këtë gjë? Sepse policia merr urdhër nga Edi, kjo nuk diskutohet. Po policia duhet të jetë e pavarur apo? Duhet të jetë, po duhet të jetë, është tjetër gjë. Duhet të jetë pikërisht këtë kërkojmë ne, që duhet të jetë. Ti thua që në moment, okay, jemi te protesta, e morën e sonë në komisariat. Çka ka ndodhur aty sipas teje? Tash ti ne nuk kalojmë fikshën, po, nuk mund të kalojmë në imagjinat. Nuk kalojmë në imagjinat se bie kut. Si është si praktik, pra si praktik si ndodh. Si praktik është kështu. Po. Policia nëse të ka kapur në një faj, nëse ky faj edhe diskutueshëm është i dënueshëm, policia të mban. Këtu prokurorët të korruptuar janë me qindra. Ashtu siç bëjnë ata që një njeriu të pafajshëm i heqin të drejtën, ashtu edhe një njeriu të fajshëm i heqin ose i japin të drejtën. E kanë dorën e tyre. Dhe sa kohë që ndodh kështu, një njeri si Gent Progni, nuk duhet ta marr me për shembull, po një njeri X, njeri që nuk është me karakter të fortë, që nuk ka mbrojtje, që shikon veten të cënushëm, e kupton? Ndoshta që edhe kanë dhunuar atje brenda, se forma për të dhunuar nuk është vetëm që ti biesh me grushte. Ka 1 milion forma për të dhunuar njeri. Domethënë, ky njeri i jepet. Dhe ata nuk është se i kërkojnë dilti tash edhe bjeri me dru Altinit. Jo. Ata vetëm kaq i thonë. Shikoj çik. Na bëj këtë gjë. Kaq. Mjafton që ai të bëjë një veprim i cili të fut në sherr, të fut në dyshim, të fut në konflikt, dhe ndoshta për shembull ata aty prisin edhe që unë të konfliktohesh apo ta shaja, ta dhunonja. Që ata pastaj të më ktheheshin mua kundër. E kupton? Le këtu e mbyllën gjithë historinë me ty pastaj. Kaq. Ata kanë nxjerr, ti e di që ata kanë nxjerr urdhër që ti Angel mos u fut këtu. Po jo vetëm ti. Se më theti mua pse këtë, se kanë futur edhe 40 të tjerë. Edhe mua, jo vetëm mua, kanë futur edhe 2 të tjerë. A kush janë apo të nesër? Emra kodi. Kjo që po thua ti që këta i kanë thënë Gentit, edhe Genti do ta bëjë tek protesta këtë gjë. Nuk do kuptohet, thua kjo ke masa për. S'ka si të kuptohet atë gjë. Si do kuptohet? Si do kuptohet? Ti je një X, je një popull atje, do mikrofonin të flasësh. Ku ti plasi? Ja po flasin këta 100.000 të tjerët. Si mund ta tjetërsoj për shembull protestën? Është e tjetërsuar ajo. Sa kohë që këta kanë krijuar një grup të mbyllur rreth vetes. Se ky është qëllimi. Unë që do t'i kërkoj agentit e diti, do t'i kërkoj agentit adresën dhe një numër kontakti që ta kam thënë ty 100 herë, që nesër pas nesër të kontaktojsh, të flisim nga afër, të shpalosim idetë tona dhe të krijonim një gjë në çik më të pasur. Po numrin e kontaktit Gentit e ke publik apo? Jo, se kam unë. E ke publik. E ke publik ma e. Po si mund të flasim me njëri që më kthen kurrizin? E më thot mua, ç'a do më dha mua, të thash mirë jam.
do të puth tani. Si mund t'i flasë unë ati? Thuaj ti, si mund t'i flasë? Qa pret ti, nëse unë i flasë, qa pret ti, qa do thotaj? Si pas te, ja, qa do thonë? Jo, po them pra varet nga situata ku ndodhet ajo e një. Atere, sigurisht që varet nga situata, po ka situatat që krijohen natyrisht. Se edhe mund më afrohet çdo kush në rrugë, ose kudo, mund më afrohet. Qa bendi, i thuaj, dale të puthun, do t'a pyesësh njëro që qarë rase, edhe do t'i thosh, më falë, po unë nuk merrem dot me këtë gjë, për shembull, e kupton? Edhe ai mund më thoshte mua, më falë që unë po jam në momentin tim. E kupton? Nuk flasim do tani, flasim më vonë, apo nuk e kam me qef të flasim për të punë. Edhe kaq. Po sjellja ti duke që ishte provokatore. Dhe, si të thash, mua nuk më bëhet fond për Genproglin edhe për këtë do tjetër këtë bënë. Hallimi vetëm është që të mos krijohet një klasë sunduse, po aq e keqe sa ajo që kemi. Ja, këtë hall kemi të gjithë ngjëllë. Pikërisht pra, ky është qëllimi. Dhe sa kohë që këta njerëz janë të mbyllur në vetë dhe mbyllin kontaktet me pikërisht ata njerëz, ata duhet të më thonë faleminderit mua, dini ju këtë apo? Gjithë ky popull mua do të më thotë një faleminderit. Se e kam shpëtuar nga 1000 situata që mund të degenerojnë që nga 21 janari, që juve nuk e dini. Edhe jo kam thënë 21 janari u krijua qëllimisht për ta futur vendin në konflikt, njësoj si në Siri. Edhe ata që kanë mund të jetë ky vazhdimi kjo që po ndodheni? Mund të jetë ky vazhdimi që duan ta çojnë shoqërinë në konflikt? Pavarësisht se tani njerëzit janë shumë herë më të ndërgjegjësuar, më vigjilent, më të qytetëruar, shumë herë më të qytetëruar, ti je i sigurt për të, se në kohën e Sali Berishës kishte vetëm kusar, hajdut, maskarenj, budallënj në për tëra institucionet. E kupton ti? Dhe ti mbase nuk e mban mend atë periudhë kur nga ekranet e televizionit zinin nga urrejtja për njëri tjetrin. Të vrasim këtë, të presim atë. Ishte aptazi. E kupton? Në për ekrane. Tash i sot njeri, as të vrasim as të presim. Shumë si shteti kanë hedhur një vezë apo kanë hedhur një grush miell.